Parlamenti zhvilloi mbledhjen e fundit para zgjedhjeve të përgjithshme gjatë seancës ra në sy mungesa e liderëve të partive politike e pjesës më të madhe të deputetëve, të cilët janë fokusuar tashmë tek fushata elektorale, duke treguar se debati në kuvend nuk është më prioritet i klasës politike. Megjithatë, përplasjet mes demokratëve, socialistëve në prag të betejës së 11 majit nuk munguan. Të zëvendësosh disa të rinj me kujtim gjuzin apo me Selemien i Sherin është zgjedhja juaj, megjithatë në 11 maj do ta merrni fjalën e të rinjve përmes votës. Shqiptarët që nga sot deri me 11 maj kanë vetëm një numër që do ta artikulojnë në gojën e tyre. Vetëm një numër. Do votojnë numri 1, Aleancën për Shqipërinë madhështore. Nuk ka për të votuar kush ju. Jo. Pse? Asaj pesës ja ulim një gisht neve. Ne shqiptarët e kemi zakon. Pesës i ulim një gisht. Ju të req vëmendjen ulurin në vend tani se s'është as për procedurë kjo. Po ju shohin qytetarët, ju shohin fëmijët, ju shohin trinjt. Nocrokun ju dhe gjitha votat për numrin 1. Në këtë seancë të fundit para zgjedhjeve, kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali vlerësoi punën e të gjithë deputetëve, veçanërisht atyre që nuk do të ulen më në parlament në muajin shtator. Për ju, të dashura kolege e kolegë që nuk keni dëshiruar të vijoni karrierën parlamentare, si dhe për ju që nuk do të mund të rizgjidheni. Ju uroj nga zemra mbarësi dhe vijim të shërbimit tuaj ndaj Shqipërisë në detyra të tjera. Ju keni shërbyer me përkushtim në Kuvendin e Shqipërisë dhe i mungoni komisioneve dhe kësaj salle. Vendimi për të mos mbledhur parlamentin deri në zgjedhje është një vendim që krijon hapësirë deputetëve të punojnë në zonat e tyre elektorale, por Kuvendi qëndron në detyrë deri në datën 9 shtator e pritet që seanca e radhës të jetë në 20 maj, pas zgjedhjeve parlamentare.